falenderoj për ftesën, në të njëjtën kohë duhet falenderoj për kontributin tuaj gjatë vitit 2024 për zhvillimin e futbollit në Shkodër. Duhet falenderoj kryetarin e shoqatës Lazar Mandia për drejtimin e suksesshëm të shoqatës për vitin 2024 dhe uroj që të njëjtën gjë ta bëjë në vazhdim. Shumë e rëndësishme për të qenë transparent me ato fonde që ka shoqata, çdo antar të di deri në detaj dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Shoqata rajonale e Shkodrës është një nga shoqatat më të rëndësishme për faktin se ka një numër konsiderueshëm futbollistësh dhe aty sepse këtu ka lind futbolli dhe kjo është një gjë e rëndësishme që këtu ka lind futbolli dhe jo vetëm futbolli i djemve, por këtu ka lind edhe futbolli i vajzave. Kështu që detyrimi dhe vëmendja jonë është akoma më e shtuar për rajonin e Shkodrës. Apo duhet mendoj për të përmirësuar disa gjëra për të realizuar qëllimet tona. Në shoqatën rajonale garojnë së rriten 1100 futbollistë. Për popullsinë që ka Shkodra, për dashurinë që ka Shkodra për futbollin, padyshim që ne duhet pretendojmë të kemi 5 fishin e këtyre. Dhe objektivat janë akoma më shumë, që shoqata duhet prodhoj mjete financiare për veten e vet, gjë që akoma nuk e kemi. Ju faleminderit dhe uroj punime të mbarë në Sandes. Objektivi ynë kryesor mbetet rritja e numrit të fëmijëve, vajza dhe djemt që angazhohen në futboll dhe përmirësimi i infrastrukturës si një element kyç për zhvillimin e tyre. Në këtë rrugtim, mbështetja e Federacionit Shqiptar të Futbollit, bashkëpunimi i ngushtë me shoqatat anëtare dhe puna paloo vëllëgjellëve ka qenë vendimtare. Jemi optimist se me këtë frymë bashkëpunimi do të vazhdojmë të zhvillojmë futbollin e bazës në rajonin tonë, duke ruajtur edhe pasuruar traditën shkëlqyer sportive që Shkodra ka trashëguar ndër vite.